Policia e Fierit, seksioni për hetimin e narkotikëve, në kuadër të punës për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, si dhe bazuar në informacionet policore dhe veprimeve gjurmuese të shpejta, finalizuan operacionin policor të koduar LED. Në kuadër të këtij operacioni u identifikua një banesë në fshatin Vadhiz e përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike nëpërmjet llampave. Në këtë banesë është konstatuar një lidhje palishme energjisë elektrike, e cila shërbente për furnizimin me energji të pajisjeve si llampa, aspirator, filtra ajrimi e të tjerë që ndihmonin në kultivimin dhe rritjen e bimëve narkotike. Gjatë operacionit u arrestua autori i dyshuar i kësaj veprimtarie kriminale, shtetasi IG 63 vjeç, banues në Vadhiz, i cili kultivonte bimët në ambientet e banesës së tij. Në vijim të veprimeve hetimore është vënë pranka dhe punojësi i OSHS, shtetasi RM 61 vjeç, banues në Patos, për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se ka favorizuar këtë veprimtari kriminale, duke mos evidentuar lidhjen e palishme të energjisë elektrike. Gjatë kontrollit të banesës, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 41 bimë narkotike kanabis sativa, 57 fidan kanabisi, një sasi me lëndë narkotike kanabis të përpunuar, 784 fara kanabisi, 5 panele elektrike, 8 llampa për ndriçim dhe ngrohje, 2 filtra, 3 ventilator freskues, 2 aspirator dhe 18 pajisje të tjera elektrike të përdorura për kultivimin në ambiente të mbyllura.